Gjykata e Lartë e Shqipërisë, në bashkëpunim me Celi Institute, organizon në datat 9 dhe 10 qershor në Vlorë konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore. Të pranishëm në konferencë janë presidenti Bajram Begaj, ministri i drejtësisë Ulsi Manja, si dhe mbi 20 kryetarë dhe gjyqtarë të lartë nga Europa Qendrore dhe Lindore. Fjalën hapse e mbajti kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili u shpreh se kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur gjyqësori po përballet me sfida kudo, ndaj rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet më e madhe. Vendosim ta zhvillonim këtë konferencë pikërisht në Vlorë. Përveç bukurive që natyra i ka dhuruar, Vlora është qyteti ku në vitin 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë nga pushtimi mbi 500 vjeçari i Perëndimit Osmane. Këtu hodhin themelët e shtetit modern shqiptar. Prandaj Vlora bart një simbolik të veçantë për drejtësinë që synon të ndërtojmë, një drejtësi të pavarur dhe bashkëkohore. Ky vend na kujton se pavarësia nuk është vetëm çlirim territorial, por mbi të gjitha çlirim i mendjes dhe i institucioneve nga çdo influencë që synon të cënojë parimet e drejtësisë. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së provave konkrete mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Sadushi theksoi se mesazhi kryesor që përcjelli përmes kësaj konference është se drejtësia e vërtet lind dhe zhvillohet në frymën e bashkëpunimit, përkushtimit ndaj ligjit dhe respektimit të dinjitetit të çdo individi. Pikërisht me këtë frymë, ndërtojmë ura besimi dhe bashkëpunimi mes gjykatave tona. I pranishëm në konferencë është edhe presidenti Bajram Begaj dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Presidenti Begaj tha se Shqipëria po ndërmerr hapa të shpejt për anëtarësimin në BE, gjë që kërkon angazhimin maksimal të gjyqësorit. Anëtarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por është themel i demokracisë, garanci e panshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Pavarësi do të thotë autonomi në gjykim, jo shkëputje nga përgjegjësia dhe nga llogaridhënia. Ajo është liri për të marrë vendime të drejta dhe objektive, larg çdo ndërhyrje apo influencë politike apo financiare. Ndërkohë ministri Manja vuri theksin te besimi i publikut e gjyqësori te reforma në drejtësi. Se Shqipëria ka ndërmarrë një ndër investimet më të mëdha në digitalizimin e sistemit gjyqësor, përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore i CMIS. Qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë ka siguruar planifikimin e duhur buxhetor afatmesëm në vlerën 10.7 milion euro dhe janë siguruar fondet e duhura në buxhetin e vitit 2025 për të siguruar implementimin dhe financimin e plot këtij sistemi për gjyqësorin shqiptar. Kjo konferencë, tha ministri, zhvillohet në një moment të veçantë për vendin pasi në vitin 2027 do të mikpres Kongresin Botëror të Drejtësisë. Përmendi gjithashtu se Shqipëria ka ndërmarrë një investim të madh në digitalizimin e sistemit gjyqësor përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore.